Paqja e Zotit qoftë mbi ju të nderuar miq anë mban botës, kudo që jeni, mirë se na keni ardhur në shkollën e diturive kuranore. Mirë se na erdhët. Dikush pyet, përshëndetje, një pyetje, a lexohet Kurani pa abdes? Kurani pa abdes normal që lexohet, por nëse është në gjuhën shqipe, por nëse është në gjuhën arabe dhe e ke për studim, për shembull na kur kemi qenë medrese, mëse 4-5 orë u duke me studiu për Kuranin, atëherë ky Kurani që është në gjuhën arabe, në këtë pjesë, nëse nuk keni abdes, nuk ban me prek, është mëkat. Por ju nuk keni abdes, por jeni të pastër, jeni me tahret, nuk jeni xhunub, kështu që nuk është ndonjë problem i madh me lexu me abdes. Por sikurse çdo normë fetare që është që ka respektin, për shembull kur hym namaz, neve Zoti na njeh edhe pa shami. Mirë, kur hym namaz, na japim respekt asaj vepre të adhurimit. Pra, kjo vepër e adhurimit, namazi, kërkon abdesin, kërkon abdesi të mirët, pra kurbeten ilallah, për me ju afru Allahut, dhe kërkon gjithashtu edhe shamnin, kërkon sejaden, kërkon orientimin. Pra, çdo adhurim në fenë islame i ka edhe ritualet e veta të cilat të afrojnë kurbeten ilallah, të afrojnë te Zoti. Prandaj si namazi që kërkon pra abdes, shamin, orientimin, sejaden, koncentrimin, ashtu edhe Kurani kërkon abdesin, por nuk është patjetër nëse e lexoni në gjuhën shqipe. Nëse e lexoni Kuranin për me kry një hatme të Kuranit, atëherë e keni me niyet, atëherë abdesi është të afron te Zoti, sepse leximi i Kuranit në gjuhën arabe është lartësim i shpirtit, afrim tek Zoti. Ndërkësh leximi i Kuranit në gjuhën shqipe është ndriçimi mendjes suaj. Ata që lexojnë Kuran, ata që e veprojnë me Kuran, për shembull ti e merr lexon një ajet kuranore dhe ose më lexon një pjesë të Kuranit ose një sure të Kuranit dhe pastaj del me një shoqe, me një shoke dhe pin një kafe, apo edhe e hap muhabetin, çka ka dashur bre Zoti me thënë me këto. Të jeni të sigurt se ju jeni të dashurit e Allahut, ju jeni të dashurit e Zotit. Prandaj lexojeni Kuranin në gjuhën shqipe, gjuhën më të bukur të Ballkanit, gjuhën tonë të shqiptarëve, të dardanëve, të kosovarëve, sepse nëse nuk e kuptojmë, e lexojmë në arabisht dhe nuk e kuptojmë në gjuhën shqipe, nuk është e kot, por është ngritje shpirtërore, por ne nëse lexojmë në gjuhën shqipe, atëherë është edhe ngritje shpirtërore, por edhe ndriçimi mendjes suaj. Ju keni mu habit një ditë kur filloni me fol me Kuran. Prandaj mos e lexoni Kuranin vetëm si libër leximi, por lexojeni me dashuri, me respekt, paramendojeni se çdo fjalë e tij po të drejtohet ty. Pra çdo fjalë e Kuranit po të drejtohet ty. Prandaj të dashur miq, mos pritoni çdo të martë, jeni të mirë se ardhur në shkollën e diturive kuranore, përndryshe me mua, këtë rast hoxhaneshën Ikbale Berisha Huduti, apo edhe islamologën, pasi me islam, në studimet e islamit merrem shumë kohë, edhe do të merrem derisa të vdes. Prandaj të dashur miq, hajde edhe pak, bëjmë 820, bëjmë like, kur gjë nuk ju kushton. Vetëm kujdes, po mi theni syzata, se i kom blete Optika Simoni përballë Fakultetit Filologjik. Nuk i kom ble, wow, më falni, po i kam dhurat nga një vëlla i krishter, që mban Optika Simoni, pra përballë Fakultetit Filologjik
afër katedrales, në rrugën B, si dhe në Albi Madh. Mund ta gjeni Optika Simoni dhe ju që shkoni me ble syza vetëm soni që keni shku për reklamës sime dhe do t'i keni 10% ma lirë. Keni modele fantastike për të gjitha moshat, për të gjitha gjinit. Prandaj të dashur miq, jemi në muajin Dhulhigje, muajin ku është haxhi, ku është vizita e Qabes, vizita e Bejtullah, vizita e profetit Muhammed. Të lumët ata që kanë pas mundësin me vizitu këtë vend të bukur, të mrekullueshëm të Allahut të lartësuar, që e ka bo vend të shenjtë, Medine Mukaddese, Medine el Munevvere. Prandaj të dashur miq, sa më shumë këtë ditë folni me Zotin, bëni zikër, bëni lutje këto ditë derisa të na vinë haxhillaret. Gjithashtu ju kisha ftuar ju që dëshironi të bëni kurban për këtë vit. Na I kemi një 200 familje, edhe prej tyre kemi në Gjakov Rom, mund të shikoni edhe në TikTokin tim, që me të vërtet dje isha në Gjakov, prandaj edhe s'munda me ardhë këtu në live, isha e lodhme dhe e lash për sot. Prandaj nëse keni mundësi, kush ka mundësi që të prej kurban për të varfër, për shqiptar, turk, bosnjak, rom, po ma shumë janë shqiptar, kështu që ju kisha ftu që të merrni pjesë në këtë therje të kurbanit. Pra kurbani kushton 200 euro me gjithë therjen, coptimin, shpërndarjen në familjet e varfëra. Ne do t'ja tregojmë edhe niyetin, do t'a bëjmë, ju do t'na tregoni emrin, mbi emrin e juaj dhe niyetin e juaj për familjen e tuaj që Zefi, faleminderit, t'i bëj share disa shokëve të mi, hajde ju lutëm mos pritoni, mirë se na keni ardhur në shkollën e diturive kuranore, hajde të mësojmë pak ma shumë për fjalën e Zotit, mos të lexojmë libra tjerë, sepse është e kohë të lexoni romane, libra, novela, tematika studicioze, tjera, përveç atyre librave shkollore që ju duhen pa tjetër. Mirë po është me të vërtet humbje e madhe për të gjithë ata të cilët nuk e kanë lexu Kuranin në gjuhën në gjuhën shqipe. Prandaj merruni me lexim, sepse leximi të bën shoqëri, leximi të ngjall dashuri ndaj njerëzimit, ndaj Zotit, ndaj ditunisë, ndaj gjanave të mira. Përmes leximit të Kuranit krijoni një pozitivitet, një ashtu edhe një frikë, po frikë respekti ndaj krijuesit, merrni njohuri. Faleminderit fashion për 5-4 zemra, unë veç 5 I dua, sepse janë 5 nga ehli bejti, vetë profeti Muhammed, Fatimetu Zehra, Imam Aliu, Hasani dhe Huseini. Faleminderit shumë. Vajta kalova gjithë Kalabrinë, se si blokon këto qafirat. As ku nuk gjeta vetë si Shqipërinë. Kur I shoh emblemat me shqiponje me sende e kam fiksime, dhe me njëherë m'bjen mend që kjo kam nga Vajta kalova. Dy manusha që në dorën time, e asgjë njërën arë breshësime.
kush që më shajt, i tha, aji arabe që për lexon arabisht, që unë jam shqiptare. Aleikum selam. Është gjenneti, shpërblimi i Allahut. Është gjenneti, begati i Allahut. Gjeneti. Faleminderit zotri Mic Koca. Faleminderit për pyetjen Mirjem. Si do të na bëhet situata në këto zgjedhjet në 7 qershor? Unë mëtëm të harxhu pare me miliona për mos pajtimet e tyre. O, e keni humbë më autoritetin të partit opozitare. Me 13% nuk mahet shteti. As me 20. Në 19 sa e ka pas PDK-ja. Po mos u përçani, mos u inatosni, pozitën me fitu dikush është shumë e vështirë, është edhe më e vështirë nëse e keq përdorni pozitën, e patë si që ndodhi edhe Vjosa Osmanit, prandaj keni kujdes, jo vetëm në parlament, po edhe në shoqëri, edhe në punë ku punon, edhe në shtëpi ku je. Nëse ta ka dhënë Zoti një pozit, nëse ta ka dhënë Zoti një mençuri në familje, në shoqëri, në punë, duhet me pas kujdes, mos me keq përdor atë pozit që e ke. Qoftë si nan, qoftë si baba, qoftë si maj madhi, grua, burr, ku ta di unë, shef, drejtor, deputet, krye parlamentar, e tjera, minister, presidente, mos e keq përdorni pozitën e juaj, sepse Allahu ka thënë nuk kam ja marr shpirtin pa e turpnu, pa e marru atë person i cili e keq përdor votën e popullit. Prandaj, gjithashtu vota është shumë e shenjtë. Mos hezitoni me dalë me votu, është në vërtet janë mërzit njerëzit, brenda vitit 2-3 herë kemi votu, sidomos ata në diaspor plus që kanë harxhime, e tjera, por besoni edhe nëse nuk mundeni me ardhë, mjafton me vendos votën e juaj, sepse ju keni me qenë shkaktar që atyre të mirëve që e meritojnë fitoren, po ja vështërsoni punët. Edhe ta dini që Zoti edhe juve kam ja vështërsu jetën e juj. Punët e ju janë jetë. Sepse Allahu në Kur'an, si që lexuam në surën Jusuf, ajeti 55, thot Zoti nuk e ndryshoi situatën e një populli gjersa ata vetë nuk ndryshojnë. Prandaj të dashur miq, jeni bajagi këtu që po dëgjoni, ju preferoj që mos lejoni mëre, a jeni të smut, a jeni në dyshek, aje grupi që është për nga KQZ-ja janë të organizuar dhe ata mundën mju ardhë dhe drejten në shtëpi me marë atë votën e juj. Vota e juj është e shenjtë, është si kurse ajo gëllënka e ujit në zogun e Ibrahimit alayhis salam. Une po ja tregoj këtë ndodhi edhe këtë ndodhi do ta vendos edhe në YouTube edhe në TikTok, çdo kund. Në kohën e Ibrahimit alayhis salam besonin njerëzit në shumë zotra. Dhe kur erdhi Ibrahimi, ai erdhi me mesazhin La ilahe illallah, Ibrahim, Habibullah, Kelamullah, Rasulullah.
nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe Ibrahimi është fjala e Allahut. Halilullah, i dashur i Allahut, i dërguar i Resul i Allahut. Dhe njerëzit zakonisht edhe në atë kohë për ta besuar se dikush vërtet është i dërguar, vërtet po e bjem një besim tjetër përveç atyre besimeve të tyre politeiste, njerëzit kërkonin të bëheshin mrekulli. Dhe Ibrahimit a.s. i thanë, na nuk do t'i besojmë Zotit tënd, gjerisa ti nuk na arsyeton, nuk na vërteton, nuk na argumenton ndonjë mugjize, mrekulli, pra jo magji, po mrekulli hynore që ti je me të vërtet i dërguar i Zotit. Dhe pastaj populli vendosën që Ibrahimin a.s. ta djegin në turmën e drunjeve. Ishte vendi ku jetonte Ibrahimi, rallë kishte dru, prandaj gratë u detyruan me i shit lirat dukatët e veta për me mund me ble dru në periferi dhe me vendos pra kështu i kanë vendosur në këtë mënyrë të mbështetur njëri me tjetrin, e kanë bërë si një trekënç dhe i kanë thënë Ibrahimit a.s. nëse ti kalon në për këtë turmën e gjatë që i kanë mbështet pra kokë më kokë drunjën, nëse ti kalon në këtë turmën e gjatë pa u djegur, atëherë na do të besojmë Zotit tënd edhe do të besojmë ty që ti je i dërguari Resul Allah, i dërguari i ti, pra profeti Zotit. Dhe pasi që ajet qytetarët kishin marrë drunjët, i kishin bashkuar, i kishin vendos edhe flakën dhe e detyruan pra Ibrahimin a.s. që të hyjë në mesin e drunjeve dhe nëse deli pa prekur nga zjari, atëherë do t'i besonin. Dhe kështu bëri Ibrahimi a.s. paqja e Zotit qoftë mbi ta, hyri në turmën e drunjeve që ishte një rrugë shumë e gjatë për me dalë pa u prekur dhe doli Ibrahimi pa i prekur, mirë po shkojmë tash te vota dhe këtu e vërtetuan dhe doli pa prekur pra Ibrahimi a.s. nga zjari, doli shpëtuar sepse Zoti ja kishte bërë zjarin të flatshëm, pra të fladitur, të freskët, e nuk ja kishe bërë të nxehte. Prandaj, nga kjo kuptojmë se çdo pejgamber ka pas nga një mrekulli. Edhe kjo pra ka qenë një prej mrekullive që e ka përjetu Ibrahimi a.s. dhe populli i kanë rënë sejdë Allahut dhe i kanë besu që Ibrahimi është i dërguari i Zotit. Dhe tani, çfarë ka kjo lidhje me votimin që do të na bëhet me 7 qershor, me zgjedhjet kombëtare, pra komplet shtetit Kosovës dhe të presidencës, pra ka çfarë rëndësie kjo. Është i njoftur në historinë e Ibrahimit a.s. normal është favorizuar, mirë po shumë profeti kanë njoftë gjuhët e shpesve, si që është edhe Jusufi a.s. Sulejmani a.s. dhe Zoti e dërgon një zog, një plumë të vogël dhe ai me sqepin e vet shkon me arruje dhe gjun te zjari i Ibrahimit, pra zjari madh i këndjellur. Ai merr me shqip nga një vend tjetër e bjert e gjun te zjari. Merr andej hudh këndej, merr andej hudh këndej, pra ujin me qatë shqipin e saj të vogël, ndërsa shokët e tij, pra bilbilesha tjera, plumbesha tjera, e kishin pyetur këtë zog, i kishin thënë, o ti vrem që i vogël,
thotë tia po mendon që me qatë shqepin të ndë vogën me në 2-3 pika ujë që po e gjun në këtë zjarë ke me ndan, a i hesht dhe pastaj thotë kështu. Thotë, unë e di që ndoshta nuk mund të ndalë gjithë këtë flak të këndjelur me një glënk uji nga shqepi im, por e di edhe një gjë që unë kam dëshmi para Zotit se unë jam me Ibrahimin a.s. e nuk jam me politeistët, qafirët, pa besimtarët pra. Nga kjo të nderuar miq, se kuptojmë se sa do e vogël që është ajo vota jote, një tik i vogël që është, sa do i vogël që është, të jeni të sigurt se kjo është dëshmi para Zotit që ju keni dashur të brengoseni për problemet e shoqërisë, sepse me qatë votën tënde, ti e ke dhënë votën tënde dhe se nëse na nuk brengosemi për problemet e shoqërisë, atëherë, si që thotë Sadi Shirazi, ti nuk ja vlen as ti thuash vetës se je njeri. Prandaj të dashur miq, me 7 qershor delni, bëni disi si të mundeni, stimuloni njerëzit tjerë, sepse me të vërtet Kosova ka nevojë për çdo tik të çdo njerit person, qoftë në fush, qoftë në mal, qoftë në detin, diasporë, në Kosovë, e në skaj të dynjas të botës, dhe kjo tiki juaj që është, kjo një vote juaj që është, kjo është dëshmi para Zotit se ne duhet t'i themi Zotit, o Allah, të lutem na ndihmo, të lutem largona rreziqet nga shteti jon i ri Kosova, të lutem forcoja këmbët, jepja shëndetin atyre që po lodhen, vetëm mjafton vetëm me dalë njeri prej shtëpisë e deri në punë është një lodhje, e lëre mo me prezentu para qindra mia personave, me biseda, me fjalë bindse që Kosova ka nevojë për votën tënde. Sepse nëse ti je i pa shpresë të mendon se nuk do të arrim kur gjë, atëherë të jesh i sigurt se në momentin kur ti nuk luan nga shtëpia jote atë ditë me 7 qershor, në atë moment ti je në humbje dhe ti do të jesh përgjegjës për problemet që ka ndodhur në familjen tënde, në shoqëri dhe në tek nipat, mesat, stërnipat e tu, për shkak se ti ke qenë neglizhent dhe nuk ja ke dhënë votën kujt të duar. Prandaj, miq të nderuar, mos e merrni shaka, mos e bani votën për hatër, sepse ndonjëherë ai hatër kam ju kthy me një bumerang, me një kthes shumë të keqe, sepse ti nuk e ke bërë një të mirë, një votë tënde për Zotin, po e ke bërë për filon personin për të cilin ndoshta ai diçka të ka premtu, por ta dini se nuk keni me ja pa hajrin as asaj punës tënde që e ke marrë me nepotizëm, që e ke marrë, ashtu themi, me njoftësi, ndërsa ka pas mas luftës edhe kur filluan, jo bashkë mas luftës, po 10 vite pas, sidomos në kohën e Isa Mustafës, kur ka qenë president, filluan do me thonë me të madhe, me dokumente, jo në mënyrë ilegale, po me dokumente, me pasaporta në dorë, u zbraz Kosova nga të rinjët, familjet kosovare. Prandaj për të gjitha këto ne jemi përgjegjës kush ja jep, kujt ja jep votën, sepse të gjitha këto emigrimet që janë bë jo për shkak se
ndoshta për ata të cilët nuk kanë pasur mundësinë dhe mençurinë që ta udhëheqin jetën më mirë, ndoshta kanë dalë prej Kosovës për një jetë më të mirë, po ka pas edhe prej tyre që janë kanë kvalitet, kapacitet, mirë po kanë pas diploma universitare, kanë pas magjistratura, mirë po janë detyru me punu kamarjer, pun krahu, lloj pun, gjerisa më në fund ma kanë pa që nuk ka shpresa në këtë vend në ndryshu diçka mirë, dhe më të mirë të vendit kanë marrë në vend se të punojnë në për institucione të merituara si mas shkollimit që kanë pas, ato institucione përmes partijakve janë mbush me nepotizëm, pra me familjar, me djaltaje, djalteze, gjenerat mas gjenerate, dhe normal se ata nuk kanë mja pa hajrin nëse e kanë marrë hakun e një personi tjetër i cili ndoshta e ka pas me aftësi, me diploma, me magjistratur, me të gjitha. Prandaj të nderuar miq, mos mendoni se vota jote është hajgare apo me qenë neglizhent, haj se s'ka derç ose une nuk janë, para mendoni në këtë lagje, për shembull ku jetoj, gjysa prej tyre me thon haj se s'ka derç, haj se ka kush voton e ti rrin brenda në dhomën tënde. Prandaj jeni të sigurt se keni me dhënë përgjegjësi para Zotit, pse nuk keni ndihmu të mirëve që të fitojnë. A nëse ja jep votën tënde një personit që e din që është hajn, që është i korruptuar, që ka bo padrejtësi, të jeni të sigurt se prap edhe kjo ka ndëshkimin e Allahut. Oj moca jeme, ku e ke gjithë këtë kajnak? Qas po gjojnë nër kauqa. Inshallah, fitoria ndihet që është për Albinin, por dhe vetëvendosjen, por të jetë një fitore pak ma e kollajshme, ju lutëm, ma e lehtë pak e tjetë, ja lehtësojmë, sepse Allahu thot, lehtësoja një njëri tjetrit në qose doni jeta juajt ju lehtësohet. Ajo dihet që Albini ka me fitu, mirë po edhe jo të mbetemi të ngrirë për 2 apo 3%. Duhet të ngritemi gjithë së bashku në emër të Zotit, bismillah, me ja dhënë votën edhe në moment nuk kemi ma të mirë, se normal na jemi njerëz, nuk duhet të punojmë verbërisht, hajtë se pja japë, masi po thot Iqbalja, masi po thot filani, fistiki, por edhe nuk duhet të punojmë me hatër. Nëse ty një X partis, po du mja përmend emrin, ta ka ndihmu, të ka dhënë subvencionet, të ka bo shtëpi, të ka bo zot shpije, të ka bo punëtor, të ka punësu, e ti ja ke hongër hakun e të tërkujt, s'paku tash për me shpërla vetën nga mëkati që ke bo, s'paku tash që t'ja votën ati që e meriton, se mjaft e keni shkel këtë njerëzi, këtë popull, këtë shoqëri tonë kosovare, mjaft i keni bo pa drejtësi, sa që njerëzit me diploma në dorë janë detyru me dalë prej Kosovës dhe me u bo punëtor krahu vetëm për një garant, për një kafshat goje apo për një jetë pak më të mirë. Sepse po të kishim pas vendin me merita, atëherë Katundarin nuk e kish lishu fshatin, po kish nejtë në fshat, e kish punu tokën, kish marrë me qindra mija euro subvencione, e jo një fshatar, nuk jam kundër fshatarve, edhe ata që janë të shkolluar madje, edhe një agronom i cili është i shkolluar, ai e ka vlerën më të madhe te Zoti se sa një bujk i cili është pa shkollë, sepse agronomi din me ta bo ashtu punën, me ta dhënë këshillën sa që një kalli i grurit në vend se me i qitë 20 kokra gruri, ajo t'i qitë 100-150 kokra gruri. Prandaj gjdo kush e ka vlerën e vetë
qoftë edhe një bujk, ai është shumë i dashur te Zoti, a jo një person që është bujk e çoban, shkon merr disa diploma në për universitetet private, që unë vetë kam qenë te Universiteti Shtetënor, 2 diplomime i kam kry, dhe pastaj kam shku në master për psikologji te universitetet private, me të vërtet ka dallim shumë të madh, spaku atëherë ka pas, tash nuk e di si qëndron puna, prandaj të dashur miq, nëse keni bë mëkatin që ja keni fal dikujt votën për hatër, për premtime, tash mos e bëni. Tash mos e bëni, po pendohuni Zotit dhe tash ndihmoni vetëvendosje, sepse është krenaria e popullit ton, jo vetëm dardan, jo vetëm kosovar, popullit kosovar, po krejt trojeve tona shqiptare. Prandaj besoj se e dhash goja të lumtë Albana, faleminderit. Prandaj mos e bëni punën asgjë. Aleikum selam Buçinca. Selam Luanagës, faleminderit. Audhu billahi minash shaitanir rajim. Zoti na mbrojt. Ka ke dash me thonë la ilaha illallah. Djalë, ajde te nona jote, shko thuja qato fjalë. Ajde, qato fjalë thuja nonës tënde dhe thuj, pse moj non s'm'ke eduku. Sa njerëz të pa edukat ka, o Zoti ma, si mirën me gjana të ulta shtazarake. E ne knaqemi me fjalët hynore. Dhe me limonadën që e bëj vetë, për ndryshe e bëj një limon, një moll, pak sheqer. Aleikum selam. Edhe i përzi këto, 2 molla nëse ja qetë ma mirë, edhe i qetja një liter, një got ujë njerë në blinder, sa me u zbut, sa me u gri mirë, e pastaj ja shton edhe një liter e gjys ujë lirisht, edhe me qenë ma e hollë nuk është problem, sepse është ujë. Është ujë. Alina, Allahu i pruft më vete, amin Alina, qa me bo. A keni me dal me votu? Hajde ta këshyrim kush don me kallëzu që aty, për kon jeni. Hajde njera, po ajo shkrune, hajde. A keni me dal me votu ajo? Çdo ditë të uroj gjithat mirat për diskutimin e zgjedhjeve në Kosovë. Faleminderit vlla. Po mundohemi sepse Tina, faleminderit, shumë bukur, shumë bukur. Mos jepni votën me hatër, mos jepni votën me premtime. Mos e jepni votën se keni me dhënë përgjegjësi para Allahut. Inshallah tha që e fiton gjykatën atje ku është, se është mjaft e vështirë se edhe unë jam kanë në burg. Kështu pra, mos e keq përdorni pozitën e juj. Që se je qytetar, bënë qytetar i nderit, gjonën qytetar i ndershëm. Që se je deputet, bënu deputet i mirë dhe fol, deklaro. Haram është mi andon votën deputetve të kalum, të cilët as edhe një deklarat nuk e kanë dhënë. Po s'di unë çish i marrin ata votat me 3-4 mandate. Iqbal, këtu në Shqipëri është e kundërta. E besoj Shqipëri bile është edhe ma keq situata. Po inshallah Zoti na ndihmon e vetëdijsohen e inshallah drejtësia punon. Drejtësi, nëse derisa nuk ka drejtësi, derisa nuk i shkputën
rënjët e korrupsionit, grabitjes, derisa nuk krijohen zyrat institucionit e konfiskimit të mallit që e kanë marrë nga shteti, me të vërtet kur s'ka me undal ky mallkim që është ka e kap këtë popull, çdo ditë që tha Alina aksidente, çdo ditë vdekje të papritura, befasishme, nuk e din kush ka me vdek, kush ka me shku, kush ka me ardh, çka ka me të ndodh. Prandaj të dashur miq, e keni shumë me rëndësi që me 7 qershor të dilni more zhak, shkoni, vetëm jepeni votën e juaj që t'ja lehtësojmë kryeministrit ton Albin Kurti se dihet kush ka me fitu, dhe Zoti t'i turpënoj ata të cilët e keqpërdorin pozitën e tyre, madje edhe ata të cilët janë pasiv në parlament që asnjëherë një deklarat nuk e kanë dhënë, një mendim, po veç kanë shku i kanë marrë, kanë 1.700 euro e ma shumë pagat e tyre, plus premtimet nëse e voton këtë çështje apo ata çështje, i kanë premtimet e fshehta, deputetet a veç pagën që e marrin deri 1.700 euro, mos të bën asnjë punë, mos ta jep asnjë mendim, asnjë deklarat, asnjë vendim. Kjo është me të vërtetë është keqpërdorim i pozitës, po më besoni që Allahi s'ka me ja marr shpirtin pa i turpënu, pa i marru këta njerëzin. Administrata në Shqipëri është 4 figjur, patronazhistat janë servila spionja. Katastrofë. Shqipëria është shumë ma keq, po mu kanë dhimbë të 1995, kur u ngritën ato që ishte në Shqipëri, demokracia kur erdhi, ama ju keni pas Shqipëria 6-7 muj, mazi se lufta me armikt ka qenë, po ka qenë luftë qytetare, ku si pas statistikave Al Pacino, unë sa e di se në atë kohën kur u bot demokracia, kanë pas zbraz armatat e ushtria i ngriti durt, ma nuk donte ta mbronte, nuk ishte mundësi ta mbronte vendin, dhe kam lexu, kjo është merë, 10.000 persona kanë vdek, pa faj, të gjujt me armatime, fëmija i madhi, i edukumi, i pa edukumi, të gjithë pra 10.000 persona kanë ndru jetë pa pas armikun jo shqiptar, po me zveti pra janë mytë në Shqipëri. Sa e vërtet nuk e lexova dikund apo e dëgjova, ka befasu rasti, 10.000, na jemi vra ma shumë, po na e kemi pas ditur që Sërbin e kemi dushman. Ama kjo mu vra përmes ndrimit të qeverive, është pak. Tek një Roma ju bëri rroga 3.2 milion deputetve për t'i nënshkruar. I bën. Ramës i vjen fundi turpshëm. Keni me në pa, qysh po i vjen dikujve atje ku janë. E dikuj tjetër, djemët e ti mirën me gjona pa lidhje. Një Itali, për fat keq Ibrahim Rugovës. Zoti turpron njerëzit, i turpron. Me lloj hajni, me lloj krime mirën, djemët të politikanëve. Nga u bone ti fallxore të bosh politik e Shqipërisë, as nuk ke shans. Zotri, nuk është fallxore, unë po të tregoj argumentet
që në vitin 1995, kur dolen ato protestat Sali Berisha, kush ishte demokracia, dhe janë mytë 10.000 persona, qytetarë të pafajshëm, u zbrazën depot e ushtrisë, armatës së Shqipërisë. 10.000, nëse nuk është e vërtet, të regom ati, e falë, nuk jemi të qitë në këtu, zotëri Nazmi. Ti bon politikën e Turqisë, jo bre vlla, se unë jam shqiptare, as më intereson mu Turqia, se ata janë 90 milion. Na jemi 1,5 milion në Kosovë, 3,5 në Shqipëni, krejt në Ballkan, na jemi 7-8 milion. Si duhet Turqisi Iqbalja, o zotëri Nazmi. Mrapa pas kemet vëlla i nderuar. Fat, po valla, Al Pacino fat i madh është që kemi Albinin zoti e rujt, se këta janë gjendje çka mos me ba. Albini është për ndryshe Hasan Prishtina, po Hasan Prishtina edhe Fanoli as ka 5 muj nuk kanë nejtë në pushtet. Fanoli e pa që 1923 a i ka pas me kriju shtet pavarësinë e Shqipërisë veç e bëri, po nuk mundi me ndet ma shumë dhe shkoj në Amerikë. Kështu që edhe Albinin zoti na rujt. Motër Iqbale, që ka thua për do nana TikTok më fëmit e smund invalid dalin? Alina, shiko, me ta dhënë me pas një fëmi invalid, nuk është turp edhe e ki obligim me marrë, me shëtit, mos me të ardhë mare, për me dalë me ta, me shëtit, me shëru, se për para njerëzit invalida kanë qenë turp i familjes edhe i kanë byllë në përshpia. Por kjo që dalin në TikTok haptas me ato fëmi, me të vërtet ato nana kanë shumë pak vlera dinitoze dhe nuk i preferoj, janë duke boni një vepër shumë nënvlerësuse për vete, mundet okej, po ka nevoj për ndihma, për send, mundet me dalë aty, me tregu një foto për shembull, ama jo tanë kohën me ishti njerëzit mundi keq, sepse pejgamberi na ka thënë, kur dikush është i gëzushëm, thotë, ti mos e trego hidhnimin tënd, dhe e kundërta, kur dikush është i hidhruar, i pikluar, mos e trego gëzimin tënd, që do me thonë, gjithmonë na njerëzit duhet mi dhënë pozitivitet njëri tjetrit, sepse ka jo vetëm ato nanat që dalin TikTok, që i kanë ato fëmijët me tmeta, po ka shumë nana që kanë probleme me fëmijët, po çka thot pejgamberi? Pejgamberi thot, pse janë koni njerëzit, ku jam une? Do më thënë, ato e kanë besimin e dopt në Zot, prandaj edhe bëjnë këto gjana, plus ato njerëzit e TikTokut munden diçka me të ndihmu, po ti nëse e çon 1 cent për shembull, një lule e çon, hajde, është 3 cent, 0,03 cent, atëherë ta ndan TikToku në 3 pjesë, 2 pjesë, pra 6 cent janë të TikTokut, sa pi bjerë, 3 cent, 2 cent janë të TikTokut, 1 cent, 0,1 cent është e jotja. Tash nëse keni met për çato ndihma, me të vërtet kjo është një lypsari, është çka thot pejgamberi, kur të hyn fukarallëku nga dera, besimi në Zot del nga dritarja. Dhe thot varfëria
dhe dembelia janë motër e vëlla. Tash unë i kuptoj që ato nonat që i kanë fëmijët me të meta, ato nuk munden me dalë, me punu për shkak se duhet mu kujdes dikush për ta. Por edhe është ana tjetër që na kemi institucionet që na si qytetar i paguajmë tatimet për mjekësi më të mirë, për rrugë, për infrastrukturë, për rrymë, për gjitha pra shërbimet që na bën shteti, na paguajmë tatime. Shembull, vetëm për këtë shtëpi që e kam me kvadraturë të madhe, unë paguaj 400 euro në vjet. 400 euro në vjet e paguaj tatimin e shtëpisë. E ku shkojnë ato para? Normal që ata shkojnë për ndërtimin e spitaleve, për çështje sociale, për ndihma njerëzve që nuk kanë të vobek, të smur, me invaliditet e tjera. Prandaj na duhet për problemet tona me ju anku Allahut. Zoti thot çuditur me ata njerëz, thot, si ankohen njerëzve duke më pasur mua, që unë jam pranuesi ankesave, pranuesi i dhimbjeve t'juja, i pikëllimit tuaj. Unë jam ai që pres ju të flisni me mua, jo me njerëzit. Nga njerëzit, prandaj kjo është shumë naive, shumë është edhe naivitet, edhe ç'njerëzillëk, sepse nga njëra anë ti duhet me mendu nga ka ardha i fëmija me të meta. Pakës është dhe kjo diskutabile. Kur ka lindë Hava edhe Ademi, fëmijë, se Zoti nuk i jep fëmijët e smut. Nuk na dërgon Zoti neve fëmijët e smut, por najherë dërgon vetëm smundjen si sprovë, për me të forcu ty edhe për më shëru. Mirë po dikush thot, po që ka ndali invalid që anena që kënina nuk mundemi na vetës pash kret me aqit fajin, por edhe s'mundemi edhe Zotit me aqit fajin. Pse? Sepse kur ka lind Hava edhe Ademi, 70 herë kanë lind nga 2 bineq, se ata normal jënë konë ka 2 metra, 3 metra gjatë, këtë strukturë tjetër e trupit, kjo strukturë me shy, me ftyrë, me kretë, po gjatësia, forcia, o Nuhi a.s. 950 vjetë ka jetu, do me thënë, po njeri ka qenë, njeri që kja folë njësë si na, ka jetu o shumë zu. Dhe Ademi a.s. me Havën i ka lind 70 herë, ka 2 bineq, mere me menë. Dhe asë njani nuk ka dalë me të meta, që do me thonë, Zoti e ka atë sistemin e vetë të krijimit dhe na nëse nuk i ndërhyjmë, normal që fëmija ka me dalë me gjitha të mirat. Por ka raste tash në kove të fundit, modernizmi për me tregu një mashkull atë burrnin e vetë, epshet e veta, si me thonë, i ngacmojnë me lloj medikamente, apo ku ta di unë çapin ato barna, droga, alkohol, edhe normal që nëse atë natë metet shtatzon gruaja, në qatë gjendje që e ka burrin, duke shiku vetëm epshet e veta, duke mos mendu se çfarë fëmijë ka me lind, normal që ka me ndalë me të meta ai fëmijë, por ka raste kur edhe për shkak vakcinave qoftë edhe nana e ka marrë, apo gjatë lindjes, për shkak frymarrjes, pra nuk ka qenë rregull, apo që këto që janë smundjet moderne tash që i kemi, aktive, hiperaktive, lloj smundje tjera, pra këto janë shumica prej vakcinave. Dhe na nuk duhet ta fajsojmë Zotin për këto, sepse Zoti as kujve nuk ja dërgon fëmin me të meta. Madje edhe që dalin është një libër, nota e jo, nota udhëzime, apo jo,
udhëzime rregullat e natës martesore. Edhe aty I ke tamam rregullat se gjatë marrëdhënieve ka duhet me marrë gusull, çka duhet me bë, tek e tjera. Nëse fëmia, baba, nona bëjnë marrëdhënie para se me perëndu dielli para akşamit, shejtani shumë ndikon tek ky akt seksual që e bën. Prandaj ka gjasa fëmia me dal me syt shashi, që I thënë në prizren shashi, që si ka syt drejt. Mandej kur bëhet vetëtima, kur të bie shi, si mas e hlibetit, është handalume, është haram me bë marrëdhënie intime burë e grua. Pra janë këto disa mose 30-40 mos thënë, qose fëmia bëhet I pamoralshëm, kur të rritet, bëhet për arsye se ai e ka pa nonën, babën duke bë marrëdhënie, madje edhe fëmia I vogël, kur prindri mendon se ai është I vogël, 5 muj, 2 muj, 3 muj, nuk merr vesh, mirë po edhe kur fëmia është I vogël, tepër sa ka lind prej nonës, prej babës, si ta lexon shahadetin në veshën e djathtë të majt, nëse e dëgjon vetëm atë ofshamën apo frymarrjen e babës nonës gjatë marrëdhënies, aktit seksual, ai ka gjasa shkruan aty në hadithet e profetit, që ai fëmijë ka me u bë I pamoralshëm e tjera. Prandaj duhet me pas kujdes, fëmijët që janë me invaliditet, mos me faktikisht me I reklamu për 1 dinar. Është marrë, është turp, është e panevojshme. Qose ki nevojë, ma mirë vetë duhet me dalë me tregu rastin se sa me qitë fytyrën e fëmisë. Mirë po, çdo njeri shtetun e di, kam një shoqe dhe ajo I punon edhe burri edhe vetë, mirë po djalin pse ka me autizëm, I merr 150 euro. I merr si penzion, ndërka që tash Albini veç ka mi bë ka 100 euro, ka thonë, s'dija e ka bë, ajo, ka pas premtu, po u prish qeveria e tjera. Shqipëria ju shpëtoi kokën. Po normal, na ka shpëtu edhe Macedonia kokën. Nëse s'kish dash Macedonia, na kishim shku ka Bullgaria, qose s'kish dash Shqipnia, kishim shku në Bullgari, kishim shku në Bosne, kishim shku në Maltëzi, dikund Kojshit, kish dal na I Kojshi I mirë, o Nazmi, veç koke negativ. Na ka shpëtu kokën Allahu, Shqipëria na ka qel derën edhe na ja dim për nder. Edhe Zoti kur s'kam jaru. Lekët e rrugëve të ilaçeve, po pra. Valla, unë nuk di si nuk ngritet ai popull protesta qytetare të mëdha, se për ndryshe s'ka ndryshim. Me Edi Ramën, që në mashtroj edhe vjosën, vërca ne vërskëni edhe në dol vjosa ajo qka nuk e pritëm. E kështu të nderuar miq, nëse ka mundësi, unë po e mbylli kadal, faleminderit që ishit me mua, e lexuam edhe këtë, besoj se do të shihemi herëve tjera. Normal unë jam pak e zonme me punët e mia kulturore,
Tash jemi edhe për Ramazan, për Bajram, për këtë Bajramin e Haxhit, jemi të zonën me kurbana, kush dëshiron 044 509 200, do t'a jap një shpallje, mund të porositni kurbanat e juj për familjarët e juj, ju që nuk jeni në Kosovë, na mund t'ja presim, t'a këndojmë lutjen, duan, dhe kurbani e ruan familjen deri në vitin e ardhshëm që mos ketë gjakderdhje në atë familje, mos ketë smuje të rënda, mos ketë rreziqe, mos ketë fatkesira, sepse është shumë sevap me një kurban ti me ushqy disa familje. Prandaj besoj se ka me u paraqit edhe dikush tjetër, deri tash I kemi mbledh 5 kurbana e tjera. Rac halje. Çka është ajo halje be Gazi? S'po të kuptoj. Pse pas ke dëshirë me ofendu? Duket ofendim është, po s'ka derce që është të kam sunana. Kur më ka në vogël, ka pështu diçka prej gojës një fjale keqe, që atëherë nona ma ka pas më shumë gojë, kështu takap, 2-3 herë, edhe ma kur fjallë këshia s'kam thënë. Shu që Gazi shko, edukoj u pakës. Në Kosovë, kurbani që une e kam zgjedh, ka dhe 150, po une e kam marrë kurbanat ka 200 euro të një kompani Delesh, jo Kope Delesh Farm, ka 200 euro dhe I ka të shëndosha të mira, se pak ma të mdhaja, ka edhe 250, dashja është 300 euro, po unë e ka marrë mesataren 200 euro. Mirë po, te kjo firma Esnaf, dhe munden ata po ju presin gatshëm, copa ju bojnë ka 3-4 kile parafërsisht, edhe ju vetëm e merrni në përqese. Plus prerjen, disa po e bojnë ka 20 euro, 10 euro, ndërka që unë këtu që kam I marrë, një 5 kurbana, 1000 euro, këta e bojnë komplet vetë, dhe I kam disa familje të varfëra, I kam gati 200 tër Kosovën, por unë do t'i këshyr që ata që janë më të nevojshëm, edhe si vjetë kom vendos pak edhe me ndihmu komunitetit të Rom, Ashkali, Egjiptas, në Gjakov, të mahalla kolonia, edhe aty kish shumë varfëni, ka arë shumë keq, mere me mend shteti, komune e ka ndreqja do shtëpia të vogla, që shtu me 2 dhoma një koridor, mirë po ata janë shtu edhe familjet, edhe jetojnë me një familje ka 10, 15, 20 veta. Kjo më ka shqetësu shumë. Normal fëmija si fëmijë na kanë knaqë, ishin të lezetshëm, të mirë, I kemi dhënë dhurata, por pa kushte normale. Ishtë të merë. Prandaj kemi vendosë që aty pra me I ndihmu. Dikush dashti me hy, po shkoj. Okej, faleminderit shumë miq të nderuar, edhe një herë 044 509 200, ose më shkruni në inbox, ose në Facebook, Iqbale Huduti, aty ju jap të gjitha informatat, ose në fanpage, më mirë Iqbale Berisha Huduti, shkruni, dhe kush ka dëshirë, na ja këndojmë lutjen, dovan, bëjmë një jetin, dovën ja këndojmë dhe ju inqizojmë në video dhe ju e dëgjoni. Shtu pra, pse del sonte më herët. Përbes Alina pak kom si kokëdhimbje, nuk e di pse, për atë arsye po kam dëshirë pak me pushu zdi. Se sot gjithë ditën kum punu, diçka I kum pasja do një projekt me përfundu, edhe jam kërsh me punë pak e angazhume, e lodhja e kjo puna me shkrime, me lexime, po na merr energjin, po dhe pak jam e lodhme.
besoj për mirë kuptim. Faleminderit shumë, Zoti ju gëzoft, na ndiqni në YouTube, Iqbale Huduti në Facebook, Iqbale Berisha Huduti fanpage, në Instagram Iqbale Kosova, e tjera e tjera. Dëgjohemi natën e mirë, selam aleikum, Zoti ju rujt.